kur jenë situata të vështira, ose don me dalë në sukses saktum, na kryesisht flasim për sebepet. A ke marrë sebepet? Do të marrë sebepet. A që shtot apo? Mirë, Yunus a.s. ka qenë bar balenës, apo? U konë fort në zërë u konë, apo? Edhe thush, qëfar sebepi ka marrë me dalë me që aty, cële ka qenë sebepi që e ka marrë me dalë? A i s'ka pasër? Sebepi ti ka qenë, inni kuntu min adh-dhalimin. Për çfarë ka dalë? Domthon, ka erët në situatat caktuara o mënej që në Ramazan, nështë sebepi kryesor që kimi a dalë në Ramazan është me pranu kushije dhe mi kazu ku po dhe me shkuat. Inni kuntu min adh-dhalimin. Me çfarë ka dalë? Për çfarë Allah ka thonë aftën? Domthon, e kena nëzirën, lese subhaneke bashkë, po, aja që të ka robe se kjo, subhaneke, la ilaha illa subhaneke, është për Zotin, po vetë, inni kuntu min adh-dhalimin. Andaj, të ndërlozër, kërkim falja edhe me të falë Allah është sebebi kryesor për me dalë. E tash njeri kur e kupton që është në zërë, edhe kupton që është keq, edhe kupton që litari vetëm për me dalë që ky, do më panon që është tani në fund, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Se për shkak se që ta përmërëson në fund dhe dishë fundi ka qenë këtë kërkim falje për shkak se që tash jenë me të pak medalë, që të nëse s'del me që djetarë, kur s'ki medalë ato. Djetari vetë medalës është pranimi i gjendjes edhe vlerësimi i faljes. Pranimi i gjendjes edhe vlerësimi i faljes.